Kreatori nga Gjakova, Fatmir Varaku, është duke realizuar një video me inteligjencë artificiale që i kushtohet dëshmorëve të Gjakovës që janë në këngën e Ilir Shaqirit Yjet e Gjakovës. Producenti i këtij filmi tha se kjo është dëshirë krejt e tij për t'i shfaqur në video heroin të kombit shqiptar nga Gjakova. Tekstin Yjet e Gjakovës të Ilir Shaqiri ku vendos pas filmit Adem Jasharit me njëherë më janë nismi punu. Për arsye që unë vetë jam për Gjakovës, kum lindë jam rritë në Gjakovë, edhe kum pasi mendim mi pru djemë të Gjakovës si të kanë luftu dhe kanë dhonë jetën për lirin, mirin s'kenu pjesë të luftës me inteligjencë artificiale, po të mundu mi pru sa ma reale. Varaku thotë se i tërë teksti i këngës Yjet e Gjakovës do të përshtatet me pamjet që do t'jenë dëshmorët e Gjakovës në këtë këngë. Tekstin e Yjet e Gjakovës i ku më përshtat do më thonë skenat e luftëtarëve ku përmendet Përmet Vula, Yll Morina, Ilir Soba, Elton Zherka, bas tekstit edhe i ku më prun skenat e luftës ku këta përmenden. Po ka me pas edhe pamje tjera që më du milion pak më ekskluzive kur publikohet video. Kreatori nga Gjakova thotë se video do t'jetë e gatshme për nderë të ditës së çlirimit të Gjakovës. Videon mendoj mi publiku pak para ditës çlirimit Gjakovës, për këtë arsye edhe kum punu videon. Për ditë çlirimit Gjakovës, mirë kthy edhe një herë në skenë Yjet e Gjakovës, djemt e Gjakovës. Nuk më më thonë që janë krej, se ka shumë djemt Gjakovës që kanë luftu dhe kanë thonë jetën për liri, por ju mundu në bas tekstit Ilir Shaqirit mirë kthy ata që përmenden aty, që është Yjet e Gjakovës. Fatmir Varaku njihet si kreator dhe krijues i shumë videove tashme me inteligjencë artificiale, e ndër më të shikuarat është ajo e komandantit legjendar Adem Jashari. Ju flet Kosova e lirë.